Falenderimet, lavderimet, lartësimet i takojnë vetëm Allahut fuqiplot. Atë falenderojmë, lavderojmë, lartësojmë për çdo begati dhe mirësi të cilat ai Allahu sunduesi i gjithësisë na i ka dhënë. Si që në shëndeti, familja, pasuria, edhe nuk ka begati dhe mirësi më të madhe se begatia udhëzimit. Dërgojmë salamat dhe salavatën për pejgamberin salatu rabbi o salamuhu alej, bi familjen e tij të ndershëm dhe mbi të gjithat të cilët e pasojnë ndjekin rrugën e tij deri në ditën e llogarisë. Të ndershëm vëllezër, të dashur xhamati, duhet ta dimë se nuk ka edukator dhe mësues më të mirë, më të dashur dhe më të dobishëm për ne se sa i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Edukatori ynë, mësuesi ynë më i dashur, na këshilloi, mësoi, udhëzoi, duke thënë se kulil haqqa walau kana murr, thuaj të vërtetën dhe në qoftë se ishte e idhet. Ne kemi amanet, e kemi obligim, e kemi barë që ta thuajmë vetëm se vetëm të vërtetën. Muslimanët janë të dalluar nga tjerët vetëm se vetëm me të vërtetën, me hakun. Dhe para të arsye të ndershëm vëllezër, të dashur xhamati, ne në hutben e kaluar, në ligjëratën e xhamas e kaluar kemi folur për rrezikun e zinas, rrezikun e amoralitetit. Duke lidhur paramendon gjatë kohës, po bëhet organizimi një festivali, një vend i pandershëm ku ne lutim Allahun fuqiplot, sunduesin e gjithësisë që ai festival mos të mbahet dhe të dështoj. Të ndershëm vëllezër, të dashur xhamati, duhet ta kujtoj veten edhe njëri tjetrin me një tregim të vërtetë, ngjarje të vërtetë. Ajo që duke komunikuar burri me gruan bashkëshorten e tij, duke ditur se bashkëshortja e tij ishte më e bukur në atë vend. Dhe çka i thot? Kjo i thot se unë jam në mundësi që të kem cil dua unë burr dhe bashkëshort. Bukuria ime mund ta fitoj se cilin. Dhe bashkëshortja po burri i thot, jo, nuk do të arrish vetëm një person. Ai personi ishte i ndershëm, i sinqert, i urtë, fetar, besimtar, po nuk ishte pasionik si ne. Dhe çka ndo? Kjo po pyet burrin edhe të më jep lejen që unë të shkoj tek ai. Të bëj atë vepër të pandershme. Dhe çka ndo? Burri po vepron një punë dhe vepër të pahishme, e cila nuk i takon burrit, po ja jep lejen. Dhe çka? Ajo po shkon tek ai njeri fetar i ndershëm për ta bërë atë punën e pandershme. Dhe çka ndo? Duke ditur se fytyra e saj, bukuria e saj ishte mbuluar. Dhe shkon tek ai dhe i thot, a ke një moment, një minutë të ndash për mu? Me nevojitesh. Kjo po e zbulon bukurinë e saj, po e zbulon fytyrën e saj dhe po i thot, unë dua të bëj atë punën e pandershme me ty. Po por, mesazhi më i madh është, këshilla më e madhe është përgjigja e këtij të devotshëm. Ku i thot, po, pa kur farë problemi, po por, unë i kam disa kushte. Kushti i parë është, ti të mendosh 10 minuta para se ta bëjmë atë punë dhe vepër të pandershme. Paramendoj veten në atë moment. Allahu e dërgon një melajke, melekun e vdekjes, melekul maut, për ta marrë shpirtin ty, dhe mendoj veten se si do të jetë dhe ti e përpara Allahut. Çka do t'i thosh Allahu fuqiplot? I thot ndal, kam kushtin e dytë, ai është paramendoj 1 minutë 2 para se ta bëjnë atë punë vepër të pandershme dhe Allahu e dërgon melekun e vdekjes. Çka do t'i thosh Allahut? Dhe kam dhe një kusht tjetër, ai është unë dhe ti jemi duke vepruar një punë dhe vepër të pandershme dhe Allahu vjen për ta marrë shpirtin ty. Çka do të thuash Allahut fuqiplot? Kjo po trembet, friksohet dhe iken. Po por, mesazhi ynë është ne ta kujtojmë mirë se unë dhe ti dhe secilin nga ne do të dalim përpara Allahut fuqiplot. Edhe këtë tregim, kjo ngjarje, ky detaj
do të na kujtoj se ta ulim nefsin, egon ton, dashurin për dunjan, vrapimin ton për dunjan. Të ndershëm vëllezër, të dashur xhamati. Po organizohet për disa ditë një festival, i cili është një vend dhe një organizim i pandershëm, po e merr rinin ton dhe e largon nga udhëzimi, e merr rinin ton dhe e largon nga Allahu fuqiplot. E që lidhen nga lidhja me mirë me dashur, ai është lidhje me Allahun. Harami, mekati, gjënahi e mban mikun e tij të afërt, ai është mekati tjetër. Ti po vrapon mbas zinas, amoralitetit, duhet ta kujtosh veten mirë, se kemi thënë se Allahu nuk tha ndalohet zinaja. Mos e vepro zinan, por jo, tha mos afroni, wala takrabu, mos afroni. Pse? Se çdo vepër e cila të afron tek ajo është vepër ndaluar. Të ndershëm vëllezër, të dashur xhamati, duhet ta kujtojmë mirë veten se ti do të jesh në atë moment, në atë shoqëri, në atë vend. Allahu nuk do të jeti i kënaqur me ty. Por ti jo vetëm se vetëm do të jesh nga ato të cilët e kanë humbur shikimin, ndëgjimin, hapat, por e ka pi dhe një pije, e ka konsumu dhe një drogë, e tjerë dhe çdo gjë njëra tjetrën në mbaj. Ajo dita po ajo natë mund të jetë natë kyçe për ty, natë e cila ndryshon jetën tënde, jo për të mirë, për të keqe. Dhe për atë arsye, të ndershëm vëllezër, të dashur xhamati, duhemi të kemi kujdes mirë, ta mbajmë mirë dhe fort lidhjen me Allahun në fuqiplot, sunduesin e gjallësisë, ta kujtojmë veten se unë dhe ti dhe secilin nga ne do të dalim përpara Allahut fuqiplot. Islami nuk erdhi për të ndaluar, Islami erdhi për ta zbukuruar jetën time dhe tënde, për ta rregulluar, për ta sistemuar. Islami i lejoi me qindra pije, por vetëm një e ndaloi. Islami lejoi me qindra ushqime, vetëm një e ndaloi. Lejoi me qindra punë dhe vepra, vetëm një e ndaloi. Të ndershëm vëllezër, të dashur xhamati, ne vrapojmë mbas atyre të cilat i kemi të ndaluara. Të kemi kujdes, elusim Allahun fuqiplot dhe një herë që ai festival dhe ai organizim të dështoj dhe mos të organizohet inshallahu taala kur. Dhe elusim Allahun fuqiplot që të na bëjë nga njerëzit të ndershëm dhe së pari të sinqert. Elusim atë Allahun sunduesin e çdo gjëje, sunduesin e zemrave dhe shpirtërave tonë, që të na bëjë nga njerëzit të ndershëm dhe së pari të sinqert. Elusim atë Allahun fuqiplot që të na i fal mëkatet tona, të na pastroj gjunahet mëkatet tona dhe të jetë mëshirues ndaj neve. Elusim Allahun fuqiplot që siç na ka bashkuar sot në këtë vend të bekuar, në këtë ditë të bekuar, të na bashkojë në gradën më të lartë të xhennetit firdaus. Amin.